Rikthehemi në studio për të folur sot për gruan dhe veçanërisht për ditën kushtuar gruas për 8 marsin. Në fakt është një ditë për të kujtuar se sa e rëndësishme është kujdesemi për veten, por veçanërisht për shëndetin dhe mundësitë që kemi për ta mbrojtur atë në çdo moment. Për t'i kuptuar më mirë se çfarë do të thotë kujdesi plot për shëndetin, ne sot do të flasim në studio me Erinda Hysi, është menaxhere për produktet e shëndetit pranë kompanisë së sigurimeve Sigal, që do të na shpjegoj pse këto kontrolle dhe mbështetja mjekësore janë kaq të rëndësishme. Edhe vetë personalisht her pas here i lë shumë pas dore kontrollet her pas hershme, por të gjithave na ndodh. Jam shumë e sigurt për këtë, edhe duke thënë që i jemi mirë dhe s'kemi pse të bëjmë kontrolle, por pa diskutim që janë shumë të rëndësishme për të bërë në mënyrë periodike. Erinda, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na erdhe në studio, është kënaqësi. Pse është kaq e rëndësishme të kryejmë check-up të rregullta edhe kur nuk kemi shqetësime? Është vërtet që kur ne ndihemi mirë, her pas here na ndodh që të lëm pas dore kontrollet mjekësore, por sëmundjet jo gjithmonë japin shenja që në fillim. E vërtet. Një check-up i plot, i kryer në kohën e duhur, t'i jep mundësinë që të zbulosh sëmundjet në fazat e tyre më të hershme. Në atë moment kur sëmundja është më lehtë për të trajtuar edhe më e thjeshtë për të shëruar le të themi. Pjesë e këtij check-upi të plot janë analizat dhe kontrollet mjekësore të cilat mundsojnë identifikimin e sëmundjeve dhe trajtimin e tyre në kohë të hershme. Parandalimi dhe diagnostikimi i hershëm është shumë herë më i suksesshëm se sa një trajtim i vonuar. E vërtet. Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është edhe opinioni i dytë mjekësor ose medical second opinion. Ky është një secili prej nesh kur përballet me një diagnozë serioze është shumë e natyrshme të ndihesh i pasigurt, të ndihesh pasiguri. Dhe pikërisht opinioni i dytë mjekësor nga mjek me eksperiencë ndërkombëtare t'i jep mundësinë që ti të identifikosh sëmundjen dhe të gjesh hapat e duhur, trajtimet e duhura dhe të përshtatshme për atë sëmundje. Okej. Dhe është vërtet shumë e rëndësishme. Edhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, është edhe mbështetja financiare. Është shumë e rëndësishme që të kesh një fond të dedikuar për këto sëmundje, sepse në momentin që ti përballesh me një sëmundje serioze, është mirë që ti ta kesh këtë fond, sepse nëse ti ke një fond të sigurt nga një kompani sigurimi, ti ke mundësinë që të fokusohesh tek sëmundja, tek trajtimi i sëmundjes dhe jo tek kostot. Dhe kjo normalisht i jep lehtësi jo vetëm për veten tënde, por edhe për familjarët. Na është bërë refren që shqiptarët përfundojnë duke marrë një kredi në raste të tilla të papritura, probleme shëndetësore, për të vërtetë, dhe kjo është vërtet për të theksuar, për të pasur diçka më vete në raste të tilla. Me rastin e 8 marsit, Sigal sjell një paketë dedikuar për gratë me 3 elementë kryesore: check-up sipas protokollit japonez, kontrolli plot për zbulimin e hershëm të sëmundjeve, medical second opinion, opinioni i dytë nga mjekët tje përmende pak a shumë ndërkombëtar për diagnoza serioze, sigurimi jetë plus, mbështetje financiare në rast të diagnostikimit me tumor. Erinda, sa e rëndësishme është të kryejmë check-up në kohë? Check-upi në fakt është mënyra më e mirë për të zbuluar problemet shëndetësore në kohë. Diagnostikimi i hershëm, me të vërtetë që shpëton jetë. Edhe është më i lehtë se sa më pas trajtimi në një kohë të gjatë i sëmundjes, parandalimi pa diskutim që është më i lehtë. Po nëse dikush përballet me një diagnozë serioze, çfarë vlere ka opinioni i dytë mjekësor? Jam kurioze për këtë, sepse e përmend edhe pak më parë. Se thash, po, opinioni i dytë mjekësor lidhet me opinione nga mjek me eksperiencë ndërkombëtare dhe është shumë e rëndësishme që në një moment të tillë kritik për jetën, të marrësh opinionin e duhur, qoftë për të rikonfirmuar diagnozën e saktë, por edhe për të gjetur mënyrën më efikase dhe më të përshtatshme për ta trajtuar atë sëmundje. Okej. Po mbështetja financiare, sa e rëndësishme është në këto raste? Është rëndësishme sepse trajtimet e specializuara në fakt kërkojnë kosto shumë të larta dhe në momentin që ti ke një mbështetje financiare, ti ke të drejtën tënde të fokusohesh vetëm tek halli, tek problemi jot shëndetësor dhe jo tek kostot. Po. Tani mua më duken shumë interesante këto paketa, veçanërisht duke qenë se vinë një
ditë të rëndësishme, siç është 8 marsi, 3 shërbime të rëndësishme, check-up, opinioni i dytë mjekësor, mbështetja financiare, të gjitha në një paketë të vetme. Si mundet çdo grua që na ndjek sot të përfitojë prej kësaj? Është shumë e thjeshtë, çdo grua mund të paraqitet në zyrën më të afërt të Sigal dhe ose akoma dhe më thjeshta të hyjë në website-in tonë, sepse të gjitha kjo ofertë e dedikuar grave për festën e 8 marsit është e publikuar në faqen tonë zyrtare dhe ku secila prej nesh ka të drejtën dhe mundësi për ta blerë direkt online. Edhe tani zonjat janë bërë me telefonat shumë smart, pa diskutim do të kenë mundësi t'i shohin edhe online të gjitha këto. Kur flasim për 7-8 marsin, mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të dhuruar grave një dhuratë që është jo vetëm e veçantë, por edhe shumë e dobishme për së vërtetë sa i përket shëndetit të tyre. Pse mund ta konsiderojmë si një ide të shkëlqyer dhurate këtë gjë për nënën, për bashkëshorten, për motrën? Po, pikërisht sepse është një dhuratë që në mënyrë simbolike të jep mundësinë që ti t'i bësh një dhuratë për kujdesin shëndetësor të femrës. Her pas here, dhuratat materiale janë të bukura, por të pasurit e një pakete të tillë mjekësore të jep mundësinë që ti të bësh mbare para të bësh një check-up, të bësh një kontroll mjekësor, dhe të kesh mundësinë që në të ardhmen, nëse përballesh me një situatë të tillë, të kesh një mbështetje financiare nga një kompani sigurimi. Okej. Ndaj do të ishte fantastike të zgjidhni një paketë të tillë për të bërë një dhuratë këtë 8 mars për të gjithë nënat, për të gjithë gratë që ju rrethojnë, gjithë ju që jeni duke na ndjekur, duke na dëgjuar e duke u thuar me Radio Travel, apo gjithë ju që na ndiqni edhe nga kanali YouTube i Premium Channel, kështu që mundësia më e mirë do të ishte të klikonit në faqen zyrtare të Sigal, aty do të merrni përgjigje menjëherë. Erinda, falenderoj shumë që ishe me ne në studio. Faleminderit dhe kënaqësi. Edhe shumë suksese, punë të mbarë edhe gëzuar 8 marsin. Okej, ne do të rikthehemi sërish në studio vetëm pas pak.